Mirëmëngjes edhe njerë, jemi rikthyer në transmetim drejt për drejt, tani do shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me zotin Dritan Demiraj. Mirëmëngjes i dashur, mirëmëngjes, mirë se u riktheve na BC-n e mëngjesit. Është kënaqësi gjithmonë. Mirëmëngjes. Pyetja e parë është çike beft, kolonel, nga ato që sta bëjmë gjithmonë. A e penduar që ke votuar për Trump? Çfarë pyetje? Jo, absolutisht jo. Do të thënë jeni pro tarifave të Europës që ne këtej ta nxjerrë jeta. Është pjesë e strategjisë ti për të forcuar Amerikën, për ta bërë edhe më të madhe, por për të qenë i sinqert me ju, mendoj që e gjithë kjo qasje kundër Meksikës, Kanadas, Grönlandën, Kanalit Panamas, Bashkimit Evropian, kam përshtypjen se është e tepruar dhe do t'i kthehet çik negativisht. Mirë, kjo është një analizë e ftohtë, një analizë e njeriu që nuk pendohet për votën e tij, por e ka shpirtin e kritikës goxha zhvilluar. Megjithatë, për hir të vërtetës, me të vërtetë presim sot rreth orës 22 me orën tonë, 16 me orën amerikane, deklaratën e zotit Trump për tarifat europiane, por parashikohet që tarifat do të jenë të goxha më të zbutura se sa ajo që mendojmë ne në këtë moment. Gjithsesi duhet presim për të parë, sepse Trump është njeri i surprizave dhe por me që nisëm bisedën kështu jo me këmbë të barë, ku i thonë, si e shpjegoni që duke bërë krahasimin e Trumpit president mandati parë dhe Trumpi president mandati i dytë, edhe atëherë ai ishte goxha aktiv në politikën e jashtme, sidomos me tarifat, por vetëm kundra Kinës. A ka të bëj fakti që në administratën e tij nuk ka më republikan profesionist dhe politikant klasit parë si që ishte administrata e dikurshme e zotit Trump? Jo, absolutisht. Në rast se do mendonim ne që në administratën Trump nuk ka profesionist, absolutisht nuk e pranoj për arsye se një pjesë e madhe e personave të cilat po marrin drejtimin, nuk po them për sekretarët, por të gjithë personat poshtë tyre, një pjesë e madhe e tyre njerëz me shumë eksperiencë në fushat përkatëse. Kështu që kam përshtypjen që të gjitha këto vendime që po i merr janë pak vendime emocionale, pak më të shpejta se sa duhet. Sasia dhe intensiteti i reformave shumë i madh, një pjesë e tyre ka filluar të japin një farë rezultatesh, por një pjesë tjetër, sidomos në raport me vendet partnere Euroatlantik, duhet jetë, mendoj që duhet ishte pak më i kujdesshëm. Dakord, por gjithsesi, inflacioni është rritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është ajo kriza gati që sharake e vezëve. Pse një situatë e tillë? Unë mendoj që është propagandë, sa për informacionin tuaj, sot i bie dje, se kam pyet bashkëshortën a janë ulur vezët, nuk janë ulur fare, që t'jeni të informuar. Asnjë cent. Pra është propagandë sikur janë ulur 20-30%, po bëhen të gjitha përpjekjet për t'i ulë ato çmimet e shportës që i quajmë në gjuhën shqipe, çmimet janë shumë të larta dhe kjo është pa diskutim faj i administratës Biden dhe nuk do të jetë shumë e lehtë për ta përmirësuar situatën, por ka, siç e thash, ka sidomos departamenti që drejtohet nga zoti Elon Musk, po jep rezultate fantastike, janë disa miliard, tashmë rreth 5 miliard të identifikuara si korrupsion dhe një pjesë e madhe e këtyre janë duke u çuar në drejtimin e duhur. Që do të thotë brenda pak javëve besoj do të kemi rezultate konkrete. Me që e përmend është pak paradoksale, sepse Elon Musk po i vuan vetë parë pasojat e ekspozimit të tij kaq të madh në administratë. Ai mund të ketë humbur më tepër se 5 miliardë dhe ka dhe një aversioni botror ndaj tij, ndaj prodhimeve, produkteve të tij apo shërbimeve që ofron. Dhe për herë të parë kemi parë që të dalë, të nervozohet, domethënë edhe e ka kapur edhe me senatorin, domethënë ka atë debatin e famshëm me. Dhe për ta ushqyer argumentin, domethënë sot kemi Elon Musk, figurën kryesore, kemi 3 ish podcasters të cilët udhëheqin sektor shumë të rëndësishëm të politikave amerikane, ndërsa dje kishim Mike Pence. Diferenca është nata me ditën.
pa diskutim, por nuk është sekretari i mbrojtjes ai që merr vendimet, është një pjesë e generalëve e shtabit përgjithshëm që marrin vendime, është këshilltari i sigurisë kombëtare, janë një sër institucionesh dhe institucionesh dhe agjencish që marrin vendime, pra që i dorëzojnë tek presidenti. Nuk janë vetëm 3-4 sekretar që i referoheni ju, me të drejtë sigurisht, por është një staf, nuk është Amerika, Shqipëri që i merr vendimet me Mikodheli, kupton? Pa dyshim, do më thënë që nuk mund të bëjmë do të krahasimet e një administrate me tjetrën, por duke dhënë këto lloj argumentash, neve me sy të lirë na duket shumë improvizuese. Për shembull, dje nuk e kuptoja pse kur ti do marrësh vendime kaq të rëndësishme, do bësh një konferencë shtypje me gazetarë në shtëpinë e Bardh, mban një këngëtar country, i cili është këngëtar shumë i mirë, domethënë, por i veshur edhe më keq se Zelenski ose edhe më ndryshe. Nuk arrita kuptoj këtë marrëdhënie me publikun, por e lëm se nuk është kjo shumë e rëndësishme për ne. E rëndësishme është që ka një raport të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Europën dhe pikërisht dje administrata Trump është shprehur e shqetësuar, madje e frustruar si nga qëndrimi i Moskës ashtu nga qëndrimi i Kievit. Qa po ndodhë? E kemi thënë vazhdimisht, por edhe emisionin e fundit, nuk do t'jetë shumë e lehtë për të arritë armëpushimin, për shkak se të 4 palët kanë qëndrime ekstremisht kundërta. Kur them 4 palët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Federata Ruse, Ukraina dhe Bashkimi Evropian. Nga njëra anë, Bashkimi Evropian do të gjejë të gjitha format, të gjitha justifikimet që të mos andalojë këtë, pra që të gjej forma metoda për të rikthyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pozicionin e administratës Biden, gjë e cila nuk i intereson administratës presidentit Trump. Nga ana tjetër është Ukraina, e cila edhe pse nuk ka asnjë lloj mundësie për t'u kundërvënë Federatës Ruse, po bën të gjitha përpjekjet për të përfshirë Bashkimin Evropian, pra për të përfshirë trupat në thojza paqërujtëse, të cilat po u futën në territorin e Ukrainës, detyrimisht që do të konsiderohen trupa armiqësore, dhe pra gjithë përpjekja e Zelenskit është për të, duke parë qëndrimin e administratës Trump, po përpiqet që të gjejë forma metoda për ta përfshirë me të gjitha format Bashkimin Evropian. Unë besoj që nuk do t'ja dali për arsye sepse çdo gjë varet nga pozicioni i administratës Trump. Varet apo s'varet, se dim, po dje zoti Putin ka reaguar krejt ndryshe, ka bërë mobilizimin më të madh në historinë e luftës me Ukrainën. 160.000 rezervistë janë thirrur në armë. Ka kërkuar mobilizimin e 160.000 rezervistëve të moshës 18 deri në 30 për të marrë detyra mbrojtje, që do të thotë që një pjesë e trupave të 6 distrikteve ushtarake do të riangazhohen në territoret e Ukrainës, pra me sa duket është marrë vendim për ta intensifikuar konfliktin, për të rritur sa më shumë të jetë mundur të themi sipërfaqet në kontrollin e Moskët, për ta fuqizuar pozicionin e Putinit në raport me negociatat me presidentin Trump. Kjo është duket si një lojë, unë do thosha interesante në kuptimin e mirë të fjalës, sepse në kësaj radhe bëhet fjalë për luftë. Pra, Rusia duke parë edhe të themi konfliktin ekonomik i cili reflektohet edhe ushtarakisht në deterencën që ka Europa për të kundërvënë Rusisë, shfrytëzon rastin edhe unë do thosha që i forcon pozitat e veta. Ndërkohë, nëse Trump, administrata Trump dhe Europa do gjeni një gjuhë përbashkët për sa i përket të themi NATO-s në konceptin e administratës Biden, që tha dhe kolegu, Rusia nuk besoj se do kishte marrë këtë lloj revanshi. Pra ka në pikpamjen diplomatike të paktën apo në pikpamjen e shfaqjes së përfaqjes, duket sikur ka një avantazh të lehtë, momental. Ndërkohë besoj, nuk e di ndoshta jam i gabuar apo jo, po dhe Zelenski është hapur për zgjedhje. Pra një president i cili e ka kaluar raundin e zgjedhjeve, kam përshtypjen që po lëkundet dhe ndoshta do të shkojnë në linjë me mendimin e Putinit për ta vënë në diskutim presidencën e tij. Cila është pyetja juaj?
Pyetja është kjo, a është e vërtet që Rusia po përfiton nga ky konflikt në duke ekonomik Amerikë dhe Europë? Pa diskutim, nuk ka asnjë diskutim. Unë mendoj se ai po shfrytëzon më së miri këtë si një lider, tashmë lideri më i vjetër në rrugën toksor, më me eksperiencë se gjithë të tjerët, dhe e thon kjo jo në drejtimin vetëm pozitiv, por për vendin e vet, ai ka një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe po shfrytëzon me dinakri, me zgjuarsi dhe nga një anë, nga ana tjetër nuk është pak në avantazh, unë mendoj që është shumë në avantazh dhe ky mobilizim dhe situata në frontin e jugut dhe të lindjes vlen për të dëshiruar. Tashmë kemi një ushtri të Ukrainës e cila është pothuajse në kolaps plot dhe do të ishte mirë që Bashkimi Evropian përtej propagandës, përtej këtyre koalicioneve të Coalition of the Willing, edhe të ndërmerte masa drastike të dërgonte sa më shpejt pajisje luftarake dhe sisteme të sulmi në mënyrë që të ndaloj sadopak të jetë mundur revançin rus. Revanshi rus ndalohet në terren apo ndalohet me diplomaci? Do të ishte shumë mirë. Ajo që do të kërkonim gjithë është nëpërmjet përdorimit aktiv të diplomacisë, gjë për cilën po përpiqet edhe presidenti Trump. Por në pamundësi për të gjetë, sepse ky është momenti që po shfrytëzon Vladimir Putin. E kam thënë edhe herë tjetër para jush. Në momentin kur Federata Ruse gjendet në avantazh strategjik, nuk ka ndërmend të dakordsohet për armpushim për arsye sepse armpushimi i plot, për shembull 30 ditor që kërkoi Ukraina, Putini e shikon si një rigrupim të forcave dhe mjeteve, riarmatosje dhe pastaj kalimin në kundërsulm. Kështu që në momentin kur ti je në avantazh strategjik, e vetmja formë është ose të gjesh forma që kundërshtarit pranoj humbjen, ose ti do vazhdosh për ta thelluar rezultatin që pozicioni jot gjatë negociatave të jetë më i fortë dhe kjo duket edhe në bisedat, edhe në takimet midis Putinit, Trumpit, por edhe ekipeve përkatëse në Riyadh, ku presidenti Putin nuk po zbaton asnjë nga ato kërkesat. Nga një anë dhe nga ana tjetër, unë e shikoj si gabim strategjik, të disatin gabim strategjik të presidentit Zelenski, provokimi për goditjen e infrastrukturës energjetike të Federatës Ruse. Të nesërmen e ditës që kishin vendosur armpushimin. Zoti Zelenski ka thënë në të dielën, mos gaboj, që i ka ardhur në tavolinë një tjetër dokument nga marrëveshja që ai bëri, po themi, marrëveshje gentlemanësh për mineralit e rradha. Dhe tashmë thuhet që ai nuk do ta firmos këtë gjë, këtë lloj dokumenti. Në i krah Putin bën thirrje nën armë. Nga krahu tjetër Zelenski ndoshta nuk firmos këtë marrëveshje të mineraleve të rradha. Mos vallë Donald Trump po dështon? S'parim lejot që edhe për hir të teleshikuesve, nuk është drafti i dytë, është drafti i 5. Pra administrata Trump e ka ndryshuar për të 5-ën herë marrëveshjen ose kërkesën për marrëveshjen e mineraleve të rradha. Është e 5-a herë dhe unë gjykoj, pasi e kam studiuar me vëmendje të gjitha pikat e këtij drafti, unë besoj që presidenti Zelenski, edhe unë, edhe ju, asnjë nuk do ta firmoste, për shkak se firmosja e këtij dokumenti është kapitullim i plot. Pra është vendosja e Ukrainës nën vasalitet të plot, në thojza, nëse do ta qunim vasalitet të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ajo merr kontrollin e krejt mineraleve të rradha, të gazit, të litiumit, të naftës dhe gjithë mineralet e qymërgurit, por jo vetëm. Kështu që në këtë këndvështrim unë besoj që Zelenski nuk do të hyjë në histori, përveç se ka hyrë në histori për disa gabime, të cilat i ka kushtuar jashtë mase Ukrainës, nuk besoj që do ta bëj këtë gabim, pra do pranoj të largohet, se sa ta firmosi këtë marrëveshje. Zoti Demiraj, këto mobilizimet apo thirrjet, unë do thosha që bëhen në shtetet të europiane, Gjermani, në shtetet nordike, në vendet nordike, për sigurim të 3 apo 5 ditë ushqimeve.
në shtëpi në rast emergjencash. Ato faktikisht kanë përfshirë dhe emergjencat tjera, ku janë tërmete zjarre, po lufta është kryefjala. A ndihmojnë, sepse këto kanë përshtypjen që ushqejnë një psikozë frike. A e ndihmojnë këto situatën, apo është e vërtet, a mund të ketë luftë realisht, ku diun? Çik pyetje çik prej frike më vjen. Deklarata për pajisjen e 450 milion shtetëve Bashkimit Evropian me kutin e ndihmës shpejt apo të mbijetesës, siç e quajmë ne në gjuhën ushtarake 72 orëshe, është një budallik për arsye se asnjë nga pajisjet e mbijetesës nuk është se ndihmon në gjë për mbijetesën ose për të mbijetuarin kur jenë në sulme të shkallës, pra kur jenë në sulme ushtarake. Ato janë të domosdoshme në rast se ti fillon ke organizimin e Izraelit, i cili të gjithë strukturën e ndërtesave, apo strukturën e lagjeve, apo strukturën e gjithë këtyre agjensive, institucioneve e ka me dhoma të blinduara, të nëndeshme, të cilat janë të afta për t'i mbjetu raketave të mesme ose të kalibrave të vegjël, por pajisja me çanta mbjetese për zjarrin, për dezjen e zjarrit, për pastrimin e ujit, për të hëngër 40 orë, nuk besoj se arrin ndonjë objektiv të caktuar. Me që jemi këtu, do më thënë, ka një shkrim të Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche Zeitung, falë për gjermanistën time, më kej se fëmijët, edhe të dy kanaleve publike, televizione publike gjermane, që thuhet, si në bazë të një raport të shërbimit sekret gjerman, Rusia po bëhet gati për një luftë më të madhe, për t'i kaluar kufit e vetë, për t'a quar luftën drejt Europës. Duhet marrë seriozisht. Unë mendoj që në gjendjen aktuale në të cilat gjendet Federata Ruse, e angazhuar në 1400 km front, nuk ka asnjë hapësi dhe kapacitet për të ekzekutuar operacione strategjike me forca toksore. Sigurisht, aftësitë dhe kapacitetet e Federatës Ruse të aviacionit dhe në mënyrë të veçantë të flotiljeve, pra të 5 bazave ushtarake, qoftë paqësorit, veriorit dhe të Kaspikut apo të Balltikut, me përjashtim të flotës detit zi, që është 45% e shkatruar, si pasojë e këtij konflikti, kanë kapacitete jashtëzakonshme operacionale. Këtu nuk bëhet fjalë për armët bërthamore, për arsye se nuk besoj që kemi rrezik në këtë drejtim, por që nuk ka asnjë aftësi dhe kapacitet. Janë përhapur fjalë për të justifikuar, mendoj unë, kjo është analiza ime modeste, që e vetmja formë që i bëhet presion çdo ditë anëtarëve pra qytetarëve të Bashkimit Evropian është justifikimi për alokimin e një sasie më të madhe të fondeve, e cila mund të shkojë deri në $800 miliardë. Zoti Trump ka qenë shumë i ashpër ndaj Iranit këto ditë. Madje kërcënime që nëse do vazhdoj kjo histori, bombardimet do jenë të pashëmbullta, pa njohura ndonjëherë në histori. Është thjesht kërcënim verbal, besoj, apo është diçka i duhet marrë serioze? Që nga momenti kur është futur në vitin 2017 pra në administratën e kaluar dhe deri në aktualisht në ditët për cilat ju i referoni, presidenti Trump në mënyrë krejt ndryshe nga të gjithë presidentët e tjerë kanë ndjek linjë të ashpër kundër Iranit, Republikës Islamike të Iranit. Dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që gjithë kjo ashpërsi vjen si rezultat i presionit jashtëzakonshëm të AIPAC-ut izraelit ndaj tij. Është pjesë e strategjisë që presidenti, kryeministri Netanyahu, duke qenë se ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek presidenti Trump dhe tek administrata e tij, në mënyrë të veçantë tek administrata e tij, kjo është administrata më pro-izraelite në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, lutet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta godasin Iranin, pasi vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aftësi dhe kapacitete për të bërë dëme të konsiderueshme. Megjithatë, ne kemi theksuar edhe në lidhjet e tjera, në bisedat që kemi pasur, një nga zonat më të nxehta, ku ndoshta,
mundet që të tjetë startimi një lufte botërore është edhe Tajvani. Këto ditë, dje par dje, Kina ka filluar manovra në Tajvan. Pra dhe Kina nuk është se rrije qetë, ose nuk është se rrish shikon në dritare se që apo ndodhë. A mos ndoshta do kemi një sulm, apo një aneksim, apo një tentativ? Pa diskutim që do të kemi, unë besoj në 2027, por më lejoni t'ju updatoj ndoshta pak ju, mbase keni edhe më shumë informacion, por arsyeja e këtij provokimi të pa precedent është një nga stërvitjet më të mëdha ku kanë marrë pjesë më shumë se 150 avion dhe 100 mjete luftarake përfshi 2 aeroplan majtëset, Type 1 dhe Type 2. Arsyeja është dërgimi para një jave në Tajvan i 12 pra i skuadriljes parë të avionëve F-16 të blokut F dhe D, të cilat janë avionët F-16 më të avancuarat për luftën kundër nëndeceve dhe anijeve, pra me sistemet e 2024-2025, për të cilat është tërbuar Kina, pasi administrata Trump ka deklaruar që do të njofë, pra ndjek politikën e njofjes vetëm të një Kine, nga një ranë dhe nga ana tjetër, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, gjatë vizitës tij në Filipine para 5 ditëve dhe para 3 ditëve në deklaratën e konsideroi si provokative dhe të paprecedent qasjen dhe politikën e Kinës në detin e Kinës jugore dhe lindore. Dhe dërgimi këtyre 66 avionëve, pra vetëm një skuadron 12 janë dërguar, po dhe të tjerëve prish linjën me cilën gjatë bisedës parë në momentin e futjes presidentit Trump. Dhe kjo është bërë shkas i vizitës së ministrit jashtëm sot Wang Yi, takimit të tij me Lavrovin dhe me Putinin, gjatë të cilës të dy liderët, edhe ministri i jashtëm, edhe presidenti Putin shfaqi një aleancë jashtëzakonshme më të fuqishme në histori të midis dy shteteve. Kthehemi pak në rajonin tonë, sepse është me shumë interes të kuptojmë se çfarë ndodh në Ballkan. Kuptohet administrata Trump është pak e vështirë për ta lexuar ne që s'kemi informacion që keni ju, por situata në Serbi është goxha e ngarkuar, aty vazhdojnë protestat prej ditësh e ditësh, javësh, muajsh, por ka pas një vizitë të Donald Trump Jr., ka një emërim që neve nuk na pëlqen hiç, të ambasadorit të ri amerikan në Beograd, që zëvendësoi Chris Hill, i cili është serb. Është serb si nga nana, si nga baba, domethënë pavarësisht se ata janë serb persekutuar nga komunistët jugoslav. Ka ndryshim kursi dhe a duhet ketë frikë Shqipëria, duhet ketë frikë Kosova, duke pas parasysh edhe një raport teje të ngushtë që ai ka me komunitetin grek. Ai është shpallur nga arqipeshkopi grek i Amerikës si perandori Konstantini dikurshëm në mesjet. I thash gjitha me njëherë për të bërë një analizë geopolitike gjithmonë. Keni plotësisht drejt, shqetësimet tuaja edhe mund të qëndrojnë, por unë besoj që e kam thënë edhe herë tjera dhe nuk ka diskutim, që investimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej disa dekadash për sa i përket Shqipërisë dhe në mënyrë të veçantë me çlirimin e Kosovës dhe largimin njëherë përgjithmonë të regjimit kriminal të Miloševićit, nuk mund të bëhet as nga djali, nuk mund të xhbëhet as nga djali i presidentit Trump, Donald Trump Jr., i cili i shumë i pa informuar, madje unë mund të them edhe tupshme deklaratat e tij, ose përdorimi që i bëri presidenti Vučić në ato intervistat e tij, dhe nga ana tjetër edhe emërimi i këtij ambasadori është investuar jashtëpase për të dërguar këtë ambasador, por unë besoj plotësisht që nuk ka asnjë diskutim që administrata amerikane dhe përsa i përket faktori shqiptar nuk ka asnjë arsye. Përsa i përket Kosovës mund të ketë probleme, përsa i përket kryeministit Kurti, dihet qartë se që administrata Trump është e frustruar, jo vetëm ai, por edhe një pjesë e njerëzve të cilët janë rreth administratës, me të cilët ne kemi marrë disa herë kontakt dhe ka qenë një nga shtetet tona në të gjitha takimet që kemi bërë me stafin e presidentit Trump, përfshi vjerrin, përfshi njerëzit e tij më të afërt, një pjesë të cilëve sot janë në detyrat më të larta poshtë presidentit Trump, ku na është dhënë garancie pa diskutueshme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Nuk besoj që do të bëja të gabim, sepse ky
Kosova dhe Shqipëria në investimet të administratës Trump, të gjitha administratave amerikane. Uroj që kështu të ndodhë, pavarësisht se kjo puna e emërimit të këtij ambasadori apo vlerësimet e arkiepishkopit grek të Amerikës na frustrojnë ne, se s'kam se të frustrojnë atë, domethënë, por deklaratat e Donald Trump Jr. që bombardimi i Serbisë ndodhi se ashtu e kishte i hall personal Bill Clinton, janë, domethënë, minimumi pa dije. Minimumi pa dije dhe e nxjerrin atë të palexuar përpara opinionit publik edhe përpara administratës tij, sepse çdo gjë që flet djali i presidentit pa diskutim që analizohet nga agjencitë relevante, të cilat janë të përfshira 24 orë, 7 ditë javës, 12 muaj vitit për stabilitetin Ballkanin Perëndimor. Mirë, dakord. Lobi serb dijej që do lobonte shumë për këtë ambasador, edhe prej faktit se ka qenë shumë i përfshirë në mbështetjen e zotit Trump në zgjedhjen e tanishme. Po lobi shqiptar, apo investohet për ambasadorin që mungon në Tiranë? Ne presim një ambasador që edhe ka një emër fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo. E vetmja organizatë që po punon në të gjitha format, po një pjesë të këtyre gjërave nuk mund t'ja u them, do kem kënaqësinë kur takohem me ju muajin tjetër, që t'ju them detaje, është Vatra, ju dini Vatra, Panfederata Vatra, kryetari i saj doktor Berisha dhe një pjesë e stafit përfshi edhe mu, kemi një komunikim të vazhdueshëm me Shtëpinë e Bardhë, kemi një komunikim të vazhdueshëm me Departamentin e Shtetit, me të cilët kemi një komunikim ku informohemi për të gjitha problemet dhe shqetësimet, pra rreziqet, kërcënimet dhe disa probleme se si duhet jetë politika e jashtme amerikane për sa i përket pjesës së Shqipërisë, Maqedonisë, por që një pjesë kaq mund të them, më tepër s'mund të them. Mirë, ata ju presim muajin tjetër, derisa ata do të takohemi, i bie që ju kemi në studio, domethënë. Gjë që do të thotë që deri atëherë ne nuk po ndihemi, po grumullojmë një sasi pyetjesh që t'ju ja bëjmë sy më sy. Faleminderit shumë, faleminderit, urojmë gjithë mirat i dashur. Faleminderit. Shumë suksese. Është kënaqësi gjithmonë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë, pas pak do ta çojmë kolegun aty ku ai ëndërron, aty ai ku dëshiron, në Kore. Ke qenë ndonjëherë? Nuk kam qenë, por mbaj mend kur isha i vogël kishte dashuri shumë të madhe për Koren e Bukës. Edhe Koren e tokës, do më ke pas gjitha këto. Por mos haro që toka është e shesht. Pas pak.